Allahu na përcjell për shembull edhe mendimin ndaj tjetrit. Tash nuk po duhet të çesh shoqërinë tonë, po shpesh herkat në mesin tonë. Na e dim, në mesin tonë njerëz folin me ty, sa e kthejnë shpinën, thonë, "Ha, lekët botasës. Lekës, s'ma bashkë." Na e kena këta. Kjo është mesin tonë. Nuk ban kjo. Këto mendime e hyrën Allah. Hiç pa i thon bile, vallahi hiç pa i thon. Muhamedi alayhi salatu wassalam, koncentrimin e vet, fokusimin e vet me shokët e vet, e kishte pas qysh tua edukon mendimet, këta shoqërohen me Allah. Kur arritën ta njerëzit shoqërohen me Allahun mendime, nuk kishte problem se këta ndonjë detaj, prej detajeve të Islamit se kanë ditë. Omar ibn Khattabi, halifja i dytë i muslimanëve, njëri i tretë në Islam, nuk ka ditë me marrë tejemum. Sot, me thonë ndonjë hoxh prej hoxhallarëve, nuk di me marrë tejemum, se ngani më kur. Ama Omar ibn Khattabi s'ka pas problem. Se këta se janë marrë sahabët me kësi punë teknike, sikur sot. Janë marrë me kësi punë teknike, por janë marrë me këtë pjesën e mendimit. Kush prej neve, sa përqind gjatë ditës merre lapsin shënoje, atë del gjys ora, atë del 15 minuta me kujtu Allahun gjatë ditë. Shiko se na e na mësuar me këtë punën klasike, mi marrë të spit apo atë numratorën me përmend Allahun subhanallahu alhamdulillah. Ka mundësi ti e përmend Allahun, por men jo. Nuk është qëllimi i përmendjes kjo. Qëllimi është udhës, je duke ecë, atë kujtohet me Allahu.